Ky mesazh është për ty që dyshon apo ke frikë për të ardhmen dhe mendon se s'ke asnjë rrugdalje. Ndëgjo me kujdes. Profeti Musa a.s. nuk e dinte se Allahu do t'i ndante detin e kuq për të. Ai dhe populli i tij ishin të bllokuar duke ju afruar ushtrisë së faraonit pa asnjë rrugdalje. Por profeti Musa thjesht ishte i sigurt që Allahu nuk do ta praktiste, sepse besimi i tij tek Allahu ishte më i fuqishëm se çdo dyshim. Në atë moment, a i tha, inna maia rabbi sayahtin, me të vërtet, Zoti më është me mua dhe a i do të më udhëzoj. Dhe Allahu në momentin më të errët ndihmoi dhe ndau detin duke krijuar një rrugë për ata. Kështu që kur ti përballesh me sfida të mëdha dhe ndihesh e humbur, kujto se Allahu ka një plan për ty, edhe kur nuk e di edhe nuk e kupton planin e tij. Ashtu siç e udhëzoi Allahu profetin Musa a.s. përmes detit të kuq, do të ndihmoj edhe ty të kalosh çdo pengesë që ndodhet para teje. Allahu hap dyer në momentet më të errta, më të papritura, dyer që ti as nuk i ke imagjinuar. Mos dysho, po vazhdo të ecësh përpara me besim në fuqinë dhe mençurinë e Allahut. Thuaj fjalët e profetit Musa a.s. Inna maia rabbi sayahtin. Me të vërtet, Zoti im është me mua dhe ai do të më udhëzoj. Thuaj me besim. Vazhdo të përsërisësh këtë në zemrën dhe gjuhën tënde, thuaj shpesh, sidomos kur zemra ndihet e shqetësuar dhe e mbushur me brenga. Ashtu si Musa a.s. kur të duket sikur nuk ke rrugdalje, thirrë Zotin tënd sepse ai do të krijojë një rrugdalje edhe për ty. Inshallah.